Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Shumë të dashur dhe të shtrenjtë haxhilerë të Shkodrës të vitit 1446. Po i drejtohem kështu se gjithë secili për ju tashmë keni hyrë në jetën e haxhit. Edhe Allahu Azza wa Jall ju lehtësoft edhe ju bëft marr këtë rrugëtim, edhe inshallah taala e shijoni maksimalisht çdo moment, nga momenti që keni bë njetin edhe deri kur të ktheheni, edhe deri në frymën e fundit. Se në fakt udhëtimi i haxhit edhe i umrës po ashtu. Po haxhi në veçanti është frymë, është shpirt. Edhe merret edhe nuk ndahesh më prej tij derisa të kesh frymë. Unë ju them edhe shokëve të mi që edhe 100 umre po t'i bash gjatë një vitit, ato kanë një umre, ka një shije të mrekullueshme, ka një botë të jashtëzakonshme. Mirë po kur vjen haxhi i eklipson të gjitha ato njësie dhe të gjitha ato emocione. Është diçka tjetër, është univers tjetër. Edhe ata që kanë qenë në haxh përpara këtij momentit, e kanë bërë edhe umre po ashtu, e besojnë këtë që unë them, edhe më japin të drejtë. E ata që nuk e kanë bërë provë, inshallah taala do ta shijojnë dhe do bëjnë provë me udhëtimin e haxhit të sivjetshëm. Përshëndes në emrin tuaj edhe në emrin e Muftinisë së Shkodrës, patjetër dy murshidët e Shkodrës për këtë vit, imam të nderuar Hoxhën Altin Nikëshiqi edhe Hoxhën Ylber Rupa, të cilët do të jenë në shërbimin tuaj inshallah taala gjatë këtij udhëtimit. Ata janë kujdestar, edhe janë udhëzues, edhe janë në shërbimin e haxhive të Shkodrës. Allahu i shpërbleft vëllezërit e komunitetit musliman të Shqipërisë që e kanë pranuar kërkesën tonë, me qëllim që haxhilerët tanë të kenë më të mirën e mundshme gjatë një udhëtimi të mrekullueshëm, por që ka edhe momente në të cilat ju keni nevojë për ndihmën apo për fjalën apo për asistencën e dikujt prej imamëve tuaj. Pas falënderimeve për Allahun Azza wa Jall, i cili na bani prej muslimanëve, dhe pa këto falënderime as frym nuk mund të marrim, edhe salavateve për zotnin ton Resulullahun alayhi salatu wasalam, që është drita edhe dielli i gjithësisë, edhe është mëshira e dhuruar. Duhet me falendëruar Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesë të ummetit të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Edhe kjo është një mirësi që me najt me fol për të ditë të tana, ne nuk i dalim borxhit të Allahut. As nuk e shprehim pozitën e lartë të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Pa është fat mirësi e madhe që Allah Azza wa Jall na ka krijuar në këtë kohë, në këtë hapësinë, edhe na ka bërë pjesë të dritës edhe hiseve të mëdha të mëshirës së pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Të dashtun dhe të shtrenjtë, unë do përpiqem me e shfrytëzu kohën maksimalisht për me e fol me ju edhe përpara jush për disa mësime dhe disa detaje që duhet i dini në lidhje me haxhin. E para, ju po kryeni një adhurim prej adhurimeve bazike në fenë islame. Pra ju po i përgjigjeni Allahut Azza wa Jall me lebejk Allahumma lebejk, për të kryer një prej 5 shtyllave të fesë islame. Jo shikoni këtë xhami që ngrihet me disa shtylla, po të mos jenë këto shtyllat, rrezikojmë që të mos dalim nga xhamia ku kemi hyrë. Pritet Zot, po të null diçka dhe këto të prishen, ne mund të mos dalim më prej këtu. Jo, po shtyllat e majnë krejt të godin të madhe dhe të bukur dhe të dritshme. Po ashtu edhe Islami, po të mos bazohet me disa shtylla, nuk është Islam. Prej 5 shtyllave të Islamit është edhe haxhi. Edhe në haxh, në fakt, muslimanët dëshmojnë të gjitha shtyllat e tjera dhe krejt mrekullitë e fesë islame. Aty është tauhidi i Allahut, aty është dashnia për Zotin e gjithësisë, aty është dashnia për pejgamberin alayhi salatu wasalam, aty është namazi, aty është xhihadi, aty është sadakaja, aty është zakati, aty është agjërimi, aty është solidariteti i muslimanëve me njëri tjetrin, aty është bamirësia, aty është komunikimi me tjetrin, aty është vllaznia. Aty është çdo gjë e mirë që ty mund të shkojë ndërmend dhe çdo mësim që ti e ke lexuar
qoftë në Kur'anin familjar apo në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, apo e keni dëgjuar prej mësimeve të hoxhallarëve, të gjitha këto po ti marrësh dhe ti vendosësh në një sofër të madhe, të gjitha këto i qenë në haxh. Absolutisht. Ti kemi pas në krah të djathtë një person nga Afrika, kemi pas në krah të majt një aziatik. Ai ka me të qesh, ti ke me i qesh. Ti ke nuk din me komuniku me atë, ajo është vëlla jot. Ajo është motra jote. Ti aty je, si të thosh, shkrimja e krejt mësimeve të Islamit. Edhe ai ka e ummetit, ose ai ka e të përzgjedhurve të Allahut. Për këtë vit jeni të gjithë aty në fushën e Arafatit. Allah subhanahu wa taala të ka ftuar dhe të ka thirrë sepse don me të pastruar nga çdo gjë dhe do me të tregu dashninë e tij për zotnin tënde. Prandaj a jeti gati për me ideal përpara kësaj mirësie të madhe? Kujdes. Ka një hadith të mrekullueshëm, të cilin do ta vendosi përpara durve tuaja. Edhe që në fakt është esenca e këtyre haditheve të haxhit. Çfarë thot transmetimi i Hazreti Abdullah ibn Omerit? Thot ishim të ulur në xhaminë e Minas, kur dy persona, një ensari dhe një thakafit erdhën tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. I thanë ja Rasulullah, kemi ardhur për të pyet diçka. I tha sallallahu alaihi wasallam, nëse keni dëshirë, unë ju tregoj se për çfarë keni ardhur me pyet. E nëse keni dëshirë, unë heshti dhe ju flisni. Tamam? Edhe ata shikojnë njëri tjetrin i thotë, "Për fol." I thotë ja Rasulullah, zotërote fol, domethënë edhe ne dëgjojmë. Shikoj çfarë thotë alayhi salatu wasalam. Njënit për atyre të dyve, dhe përgjigjja është për të dy, patjetër. Edhe ti ke ardhur të më pyesësh për momentin e daljes nga shtëpia jote. Ti vendose veten tash përballë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo përgjigje është për ty. Ti ke ardhur për të më pyet për momentin kur ti do të dalësh nga shtëpia jote dhe do të mësysh shtëpinë e shenjtë. Pra, ti po nisesh drejt Ka'bes së Mëndshme. Edhe do të dish se çfarë shpërblimi ke. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, ti do të më pyesësh për 2 rekatet që do i falësh pas tawafit. Çfarë shpërblimi ke? Ti do të më pyesësh për tawafin, pra për ecejaket, ndërmjet Safas dhe Mervas. Çfarë shpërblimi ke? Ti do të më pyesësh për qëndrimin në fushën e Arafatit. Çfarë shpërblimi ke? Ti do të më pyesësh për gjujtjen e guralecëve. Çfarë shpërblimi ke? Ti do të më pyesësh për kurbanin, sepse ka kurban në haxh. Çfarë shpërblimi ke? Do të më pyesësh për ifadan, pra që është tawafi i haxhit, që është në ditën e parë të Bajramit, është një ditë shumë e lodhshme. Për ne është ditë gëzimi, për ju është gëzimi më i madh i jetës, por është një ditë shumë e lodhshme, se vini nga Arafati, keni fjet në Muzdelife, pastaj shkonin nga Minaja në kam deri në vendin e gjujtjes së guralecëve, për të gjujtur guralecët, pastaj ktheheni në kam në hotel, pritni për t'ju lajmëruar se është bë kurbani, pastaj shkurtoni apo hiqni flokët, pastaj laheni, hiqni ihramet, edhe me rrobat tuaja niseni drejt Ka'bes së Mëndshme për të bërë ifadan, tawafin e ifadas, që është tawafi i haxhit. Po është një të lodhshme ajo, jo 24 orë, shumë të lodhshme. Po sa të bukura janë ato orë. Pejgamberi thotë, ti do të më ditë se çfarë shpërblimi ke. Dakor? Ai çfarë i thotë? I thotë, "Walladhi ba'athaka bil haqq." Pasha atë që të ka dërguar ty me të vërtetën. Pra pasha Allahun, për një këto kena ardhur me pyet. Për këto kena ardhur me pyet. Ç'i thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Nga momenti që ti del nga shtëpia jote, drejt Ka'bes së Mëndshme, për çdo hap që deveja jote hedh, dhe çdo hap që e ngrin atë, ty do të shkruhet një hasene tek Allahu Azza wa Jall, do të shkruhet një e mirë, do të fshihet një gabim prej gabimeve të jetës tane. Ta ti mësu mu të është i po mirë, nuk shkoj me deve, ti hiq mos s'ke gajle për këtë. Nga momenti që ki dal nga shtëpia jote, nga hapi i parë që ki pa që ki dal nga dera e shtëpisë tane, edhe ki ardhur në kam, tek xhamia e Parrucës, për të hyrë në autobus, për të shkuar në Rinas, prej Rinasit drejt Xhidës, prej Xhidës drejt Mekës, të gjitha ato janë konvertuar në hapa. Hapa që t'i bën drejt shtëpisë së Allahut Azza wa Jall. Për të gjitha këto, Allah Azza wa Jall të shkruan një të mirë dhe të fshin një gabim prej gabimeve të jetës tane. Që do të thotë se nga momenti i parë që ti del nga shtëpia, e deri në momentin e mbritjes në
qabe në mallnushme, gjunahet tuja të jam shikret. Ti pa më rrit në haqë, pa më rrit me bëha umrën e haqët, ti ke më rrit i pasër për gabimeve dhe gjunaheve tuja. Kjo është mirësi shumë e madhe, këte nuk të banë kush në botë. As ti vetë nuk mundesh me ja bëha vetës këte dhuntie dhe këte mirësie dhe këte dhurat. I keni dëgjuar disa që thonë, i kam bëha vetës se me një dhurat, edhe kam marrë gruan edhe fëmijët dhe kemi shku ku diun me kalu një pasdite apo më harë një drek. Dakor? Mirë, po këtë dhurat veç Allahu Azza wa Jall e ban. As kush tjetër. Po si do thush, nga momenti i parë, ti je i shpërblym, por prit se nuk ka marru akoma. Pastaj thot alayhi salatu wasalam, ndërsa për 2 rekatet që ti fal pas tawafit, tawafi i umrës është si të lirosh një frym prej bijve të Ismailit alayhi salam. Po çfarë shpërblimi ka me liru një frym? Çfarë shpërblimi ka me i fal jetën dikujt? Si me pështu jetën e krejt botës? Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë ato 2 rekate të vogla janë sa me liru krejt botën, si me fal krejt botën, si me i dhan jetë krejt botës. Allahu akbar. Po prit se nuk ka marru akoma. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdon dhe thotë, ndërsa tawafi jot, e ka fjalën për ecejakët, ndërmjet Safasë dhe Mervasë, është si të kishe liruar 70 frymë. Pra si me i fal jetën 70 vetëve. Ke parasysh një person që po dënohet me vdekje, dhe ti ke ndorë me e pështu jetën e tij, dhe ti e pështon atë. Herën e parë një person. Ecejakët në Safa dhe Merva dhe është e lodhshme ajo. Po shumë e bukur ama. Thuj as gjatë edhe ma. Se do kthehesh prapë tu në rutinën tënde. Dhe kemi thënë, me det sikur ta kisha shfrytzuar edhe këtë. E pra si mujti ai zemrimi, e pra si mujti lodhja. Ti bën një çështu me e mujt ti zemrimin, me e mujt ti lodhjen. Për me e shfrytëzu kohën në një vend dhe në një stinë që është stina ma e mirë dhe ma e begat e vitit. Vetëm ecejaket e Safas dhe Mervas janë të barazvlefshme me 70 jetë të pështume. 70 jetë të pështume si me pështu 70 herë krejt botën. Allah. Po pritë se s'ka marru akoma. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, ndërsa qëndrimi jot në fushin e Arafatit, dhe këtu ndalu paksa dhe mërfrym. Kjo është dita ma e bekume e vitit. Kjo është dita ma e rëndësishme e vitit. Edhe në fakt, kjo është thelbi i haxhit. Edhe dita kryesore e haxhit. Paramendo, në një klap të vogël. Nëse ty të mundsohet me ndaj 364 ditë në Mekë. Nuk po flasi për Medinën fare. Ti do rrish një vit të plot në Mekë. Mirë po, ditën e Arafatit, do të thotë si atë ditë ti duhesh me lviz nga Mekka. Ti nuk ke kryer haxhin. Po kam ndajt një vit në Mekë, pa një ditë. Ajo ditë është më e rëndësishme se krejt viti. Tamam. Prandaj thot alayhi salatu wasalam, el hajju Arafa. Haxhi është Arafati. Dita e Arafatit. Cili është shpërblimi i Arafatit? Thotë, ndërsa në ditën e Arafatit, Allahu i madhruar zbret në qiellin e kësaj bote. Edhe mburret me ju përpara melekëve. Allah. Mburret me ju përpara melekëve. Edhe ti kemi pa në Arafat ka një atmosferë të çuditshme, që nuk është as atmosfera e bajrameve, as atmosfera e namazit të tarawis, as atmosfera e itikafeve, as atmosfera e tawafeve për rreth Qabes, as atmosfera e daljes përpara kupolës së pejgamberit alayhi salatu wasalam apo të qëndruarit në çoshkun e xhennetit. Arafati është univers me vete. Është vetëm me ushiju, është kohë për të ushiju. Madje pejgamberi alayhi salatu wasalam thuaj këtu Islami të ka legjitimu ty me bashku edhe namazet, me i shkurtu dhe me i bashku. Është dita e vetme në të cilën lejohet shkurtimi dhe bashkimi i namazeve. Jesh kësaj nuk ka bashkim namazesh tek ne. Fjalën me dhebin Hanefi. Momenti dhe dita e vetme kur bashkohen 2 namaze është dita e Arafatit. Edhe kur në mesditë bashkohet mesdita me qinin bashkë, 2 me 2. Bashkohen ato dyja. Pse?
që ti me e pas kohën krejt të lirë deri në akşam veç për adhurim, ti dhe Zoti jot. Dhe më thënë, edhe namazin ta ka afru dhe ta ka bashku që ti me nejt i lirë tashma dhe me ken i veçum me Allahun Azza wa Jall veç për adhurimin tanë. Do në me ulut, do në me ba dhikër, do në me qa, do në me dhanë sadaka, do në me meditu, do në me lexu Kur'an, do në me ti edhe Zoti jot. Ti mos me pas mundësi as me vra mendën se erdhi koha për namazin, a duhet me lviz për këtu, duhet muqu. Jo, ti ki kry namazet. Ti ki bashku 2 namazet dhe ki kry punë edhe me namazin, që është yllla kryesore e Islamit. Që o thot se koha e Arafatit, edhe lutjet e Arafatit, prevalojnë edhe mi kret namazet. Prandaj kujdes. Ka disa njerëz që mund ta humbin kohën, Allahu i falt, me gjana kret të padobishme. Po vlla, mos ta ko kërken, edhe mos pyet për kërken, as për ushqimin, nxenë se jeni nushëm, pak ujë mund ta marrësh edhe me veten në një frut të vogël, edhe shko dhe xhen një çoshk atje, mos rrin çadër me fjet, as mos rri fare po kondicioneri, del atje në ditë, gjej një pemë, gjej një hije, ulu aty edhe ti edhe Zoti jot, merr një palë të spi, merr një Kur'an, edhe fillo dhe bën llogaritë e jetës sane. Ke ma pak se një gjysmë ditët me bë llogaritë e jetës sane. Mendo sikur je në ditën e gjykimit. Mendo dhe thuj tash unë jam përpara urës së Siratit. Mendo dhe thuj që Allah subhanahu wa taala kështu filli ka siç jam, i zhveshur nga çdo gjë e kësaj bote, veç me ca rroba të holla për burrat, ihrami, po edhe gratë ato rroba që janë nuk janë marrë rrobat e kësaj bote, janë rroba ihrami ato. Çado që të kesh veshti motër edhe nanë dashtun, ato nuk janë marrë rrobat që ke sot. Edhe me këto rroba që je sot ti kemi shku atje, ani, por nuk janë masi këto. Mendo sikur ti je në shefinin tan. Mendo sikur ti je tashti në prag të pyetjes. Momenti që ti do të japësh llogari përpara Allahut Azza wa Jall. Ai i gati për me dal? E provimi i jetës. Ai i gati për me dal? Ai i gati për me marr tezën tande? Ai i gati për të përgjigj? Po prit. Ty nuk të ka koha e pyetjes akoma. Ty është dhanë mundësia tashma me u përgatit për një moment që do të vinë. Dhe ti do të kalosh përpara syve tuaj filmin e krejt jetës sane. O, sa kam gabu këtu. O, subhanallah. O, sa më kam lu Allahu Azza wa Jall këtu. O, sikur të më kishte kurit Zoti këtu, më kishte marrë fytyrën. Dhe ti kemi ndaj të falenderu Zotin tanë, kemi falenderu Zotin tanë për besimin, për Islamin, për prind, për familjen, për mirësitë e mëdha që ti mendon se ki pasur në jetë, po sa të tjera që ty të kanë kalu përpara durve dhe ti mund t'i kesh neglizhu. Do t'i vështu elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Ti kalan përpara syve tuaj edhe mendon sa në filmin e jetës, po ti kujt mund t'i kish hyrë në hak, po ka vdek, kërko falje për atë. O Zot fale filanin se unë ndoshta mund të kem hyrë në hak edhe nuk kam pas mundësi me i kërku as hallalek. Ti kërkon falje për njerëzit tuaj, për familjarët e tuaj. Ti kujton përpara syve tuaj sa prej të dashurve të zemrës që nuk janë më, baba, nana, gjyshi, gjyshja, një afërm, një fëmijë, do ti lutesh për ata. Ty të kujtohen sa prej njerëzve tuaj të afërm, të dashur që të kanë kërkuar me bë dua për ta. Bën dua për ata. Ke kohë plot. Pejgamberi alayhis salam thotë Allahumma ighfir lil hajj. Allahumma fal hajiun. As lut pejgamberi për ty. Ti je i falun. Ore ti je i falun. Ti ke shku në Qabën e Mallnushme nga momenti që del nga shtëpia ti del me një pafundësi se vapesh. Me një pafundësi fshirje gjunahesh. Ti shkon i pasur ore i dashur. Mirë, po përveç kësaj pejgamberi alayhis salam as lut për ty. Dhe kur pejgamberi është lut për ty, është mbyll me seleja, ti je i falun. Allahumma ighfir lil hajj. Allahumma fal hajiun. Ti je i falun. Por jo vetëm je i falun, waliman istaghfara lahu al hajj. Allahumma fal edhe këdo për cilin haxhiu kërkon falje. Dhe që thënë, Allahumma në njeni përshme thënë, fali për edhe atë si na foli ditën e parë. O Zot, fal edhe atë bashkë me ne. E fali edhe ata, fali edhe këte, o Zot mëshiroje këte, jepi marësia tije. Duaja është e përgjigjur, është e kryme, realizume. Fa pejgamberi alayhis salam thotë që Allah Azza wa Jall mburret me ju përpara melekëve. Dhe më thani, ju jeni në një gradë dhe më nalë se sa grada melekëve.
Është dita kur Allah Azza wa Jall nuk mburret tek ju me melekët e tij, po mburret me ju përpara melekëve të tij. Do t'i pyet veten, çka kam bën unë? Unë më mburr me mua përpara melekëve? Unë? La hawla wala quwwata illa billah. Po kish mëshira e Allahut pra. Kjo mëshira e Allahut. Si thu, ja Rab, a jam unë ide për ta në këtë? Hiç mos pyet ti për këtë. Allah Azza wa Jall don për me ibadet, don me ta dhanë. Ti merre, ti shijoje. Ti shfrytëzoje këtë. Ky është kapitali i jetës tënde. Ti mos e lën me të ik kjo mundësi. Mos e lën me të kalu kështu, pa e shiju atë. Edhe hape zemrën përpara durave të Allahut Azza wa Jall, por nuk ka marrë të dashurit e mi. Vazhdon edhe thot alayhi salatu wasalam, Allahu Azza wa Jall në atë moment dhe në atë ditë i thot melekëve të tij, ibadi, këto janë robët e mi. Edhe na lu paksa, kjo mjafton. Kjo mjafton. Në momentin që Allah subhanahu wa taala i thot melekëve, këta janë robët e mi. Ty nuk të duhet ma asgjë, me ta fal krejt botën, por me të thanë haxhi, po umreja, po namazi, po agjërimi, po thu merri për krejt, merri krejt. Krejt janë të vlefshme. Por ma e vlefshme se sa të gjitha këto së bashku, është një kjo fjalë vetme që Allah subhanahu wa taala thot për zotnin tane, ibadi, ti je prej robëve të Allahut. A mbyll meseleja. Tu ka pranuar në mesin e robëve të ti. Ti je dashur i ti. S'ka ma fjalë. Por prit se ka fjalë shumë. Po të fjalë janë me ta ndaj zemrën tane. Thot ibadi, robët e mi kanë ardhur të shpupurishun, dhe më të pakrehun, ose të lodhun, e të pluhurosur, nga çdo cep, edhe nga çdo shtek, yerjuna rahmeti, ata shpresojnë dhe kërkojnë mëshirën time. Do t'ju ajap Allah Azza wa Jall këtë mëshira, po jo, si mendoni? Sa është duke i thanë melekëve, këta janë robët e mi, kanë ardhur dhe kërkojnë mëshirën time. A do ta keni atë mëshira apo s'do ta keni? Si mendoni? Po atjetër do japin Allah Azza wa Jall mëshirën e tij. Allah. Vetëm prej kësaj, me u hedh përpjet nga gëzimi, ty nuk duhet me të shiku me habi. Allah Azza wa Jall t'jep ty mëshirën e tij. Çka ka pas kësaj? Nuk ka më asgjë. Ti ke fitu gjithçka. Por prit, se ka akoma. Ata kërkojnë mëshirën time. Falau kanat dhunubukum ka adadi rremli. Tash ju drejtohet ju, robët e mi. Po të jenë gjunahet tuaja sa kokrizat e ranës. Kokrizat e cilës ranë? Rana e hedhun, apo rana e velipojës? Apo rana pa fundsisht e kret botës? Po të jenë gjunahet tuaja sa kokrizat e ranës e kret botës, ose sa piklinat e shiut, a sa shkuma e detit, edhe merri gjunahet tuaja dhe vendosin këtë peshore, edhe kupto se sa e madhe është mëshira e Allahut për ne, la ilaha illallah. Kupto se sa e madhe është mëshira e Atij Azza wa Jall për ne. Domethënë ti mund të jesh gjunaqari më i madh i botës. Për një ditë të vetme, për një moment të vetëm, Allah subhanahu wa taala ti fshin të gjitha ato. Dhe ato ti veç hajde. Edhe rri besnik. Subhanallahu. Dhe me prej Zotin në bes. Edhe me zgjedh diçka aty tjetër, pos Allahut Azza wa Jall. Edhe me uhutu, edhe me eshit Zotin ton për interesat e ngushta të kësaj bote. Po mirë, nëse ty të thuhet në këto momente që a do marrësh shijen edhe mirësinë edhe shpirtin e kësaj thirrje hynore, apo ik nga Arafati dhe hajde në Shkodër, sepse ke botën krejt, tash fal bota krejt. Pasunitë e krejt botës i ke ti përpara durve. Tu ik për ti me gjithë botën krejt edhe me gjithë pasunitë e kësaj bote. Allah subhanahu wa taala është duke të falë, është duke të mëshiru. Është duke thënë gjunahet tuaja nëse janë gjunahet e krejt gjithësisë, unë t'i kam falë. La ghafartuha. Do t'i kisha falë ato, do t'i fali ato. Sa do që t'jenë, do t'i fali ato. Je i falën. O mbyll historia. Ti je i falën.
Mbyllet. Dhe nuk ka më nevojë për asnjë fjalë. Edhe ti kputesh. Edhe ti shkrihesh. Edhe ti rimkamesh. Edhe ti rizgjohesh. Nga hutimi, del nga bataku i një të shkuare, për cilën Allah subhanahu wa taala thotë lënë aty dhe mos e kthe ma kryt. Por prit. Se akoma ka për të folë, dhe akoma ka për të thënë edhe pak fjalë, derisa të thuhet fjala e fundit, se ti nuk e ke kryer akoma haxhin. Pastaj thotë: "Afidu maghfuran lakum wa liman shafa'tum lahu." Afidu, do thënë, vërshoni tashmë. Pra keni kryer Arafatin, do të shkoni në Muzdelife, do të shkoni për të gjujt guralezet, pastaj do të bani ifadan. Do të vërshoni drejt Ka'bes së Madhnueshme me bë tavafin e haxhit. Afidu, vërshoni edhe atë ditë do të shikoni turma pa fund. Që të gjithë së bashku shkojnë drejt Ka'bes së Madhnueshme, dyndë Ka'bja nga haxhilerët. Ma shumë ecin në kam se sa makina, në xhenem nuk ka fare makina aty. Vesh njerëz që vërshojnë. Nga çdo cip turma pa fund për të bërë tavafin e ifadas. Sepse Allah subhanahu wa taala thotë, ju jeni të falun, shkoni se jeni të falun, ju wali men shafa'atum lahu, dhe kushdo për cilin ju bani shafa'at. Allah. Ju me haxhin tuaj ngrihen në pozitën e atij që ka shafa'at. Ju baheni njerëz që keni shafa'at. Ju bani shafa'at. Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bani shafa'at. Ju bani shafa'at tashmë. Dhe ju bani shafa'at për këtë që doni. Allah. Ya Rab. Ti po vjen nga gjujtja e shejtanit, ti po nisesh drejt Ka'bes së Madhnueshme me kry ifadan, me kry tavafin e haxhit, edhe rrugës tu, o Zot fale babën tem, Allahume fale nanën time, o Zot fale këte, Allahume fale atë, Allah. Ti e pranon bre subhanallah. Shefat. Ty tash dan shefati. Kjo është një ditë në cilën ty t'jepet shefati. Ore, kuptoni se çfarë gradet e larta është kjo? Ora, ka ndonjë adhurim tjetër që ka gjithë këto gradime nga Zoti i gjithësisë? Masoni. Prandaj pse mos më ushkri ju dhe gjithë secili prej nesh kur përmendet haxhi? Pse mos më ndajt në rradh më u regjistru për të shkuar në haxh? Pse mos më ndajt dhe me imledh? Por sa do të jetë ajo shuma e të shkumunit në haxh? Pasunia krejt jetës. Sepse ti me haxh fiton këtë jetë e këtë botë, edhe të ardhmen, të përtemen, edhe lidhesh dhe me të penga asaj dashnie. La ilaha illallah. Por ty t'jepet shefati, ti bash njëri që ke shefat. Por prej se s'ka marrë. Thot, ndërsa momenti kur ti do të gjuhësh gurët, thot, për çdo guralec që ti do të hedhësh, sa guralec janë, hoxh? Sa guralec janë? Murshidi dashtën? Sa? Sa guraleca janë, i dashtën? Po? Po Gjaltini, prit. Sa guraleca? 7. Sa? 7 herë 3? 21. Edhe 7, 28. E ditën e dytë, e tretë? 21 prapë. Sa bëhen? 49. 49 guraleca. Tajib? 49 guraleca. Thot, për krejt guraleca që ti do hedhësh, tekfirat u kebiratin min al mubiqat. Allahu do të shlyej një prej gjunaheve të mëdha. La ilaha illallah. Ta zam se ti, Zoti na rujt, ju edhe ne edhe krejt muslimanët. Ta zam se dikush prej aty në zotnieve që bëjnë haxhin, ka bën gjatë jetës së tij 49 zeza. Prej zezave, prej mubiqateve, prej gjunaheve të mëdha. Me çdo guralec, ati i fshihet një. Ora ai po formatohet si njeri. Ai
ai po pastrohet. Ati po i shlyhen gjunahet e jetës. Për të kthy, si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka yawma waladethu ummuhu, si ditën që e ka lind nana e tij. Kaq, mbyllet meseleja. La ilaha illallah. Akama? Subhanallah. Amma nahruka është kurbani jot. Ndërsa për shpërblimin e kurbanit tën, ai thot alayhi salatu wasalam, shpërblimi i tij është i ruajtur tek Zoti i jot. Do të thënë ti mos pyet për atë. Ka një shpërblim që Allah azza wa jall ta ka lënë surprizë. Ku për ditën e gjykimit? Allah. Ti do po tregoni për se ç'është? Po pse nuk të dalin këto që mësove deri një tash? A nuk të dalin gjitha këto që dëgjove tash ti? Jo, po thënë prit. Se ke edhe diçka të ruajtur në bank. Por e ke të ngërime atë. Ti nuk mund ta shfrytëzosh atë. Atë e ke ditën e gjykimit. A ka ma? Po prap ka. Allah. Çka ka ma? Ka diçka. Dhe në momentin që ti do të presësh flokët e tu, burrat ose i shkurtojnë, ose i heqin krejt flokët. Gratë marrin 3 pjesë të vogla, 3 bula gishtash, domethënë 3 vende të ndryshme. Se vapi është i njëjti. Gratë nuk i heqin krejt flokë, se nuk bën ajo, është ndaluar për gratë. Çfarë shpërblimi ka kjo? A ka shpërblim? Po ka shpërblim. Thot, ndërsa heqja e flokëve, thot, për çdo flok, për çdo fije që ti ke hek, ke një të mirë. Allah, Allah, vetëm derdhën të mira për ty. Falje, mëshirë, shefat, lirim frymet, falje jetet. Allah, 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 Allah. Falje gjunahesh, falje mubikatesh. Allah, 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 Allah. Çfarë? O Zot, o Zot, o Zot. Do ti që hutohesh nga kjo mirësi e madhe, thu, o Zot, ku jam? O, a jam në anër, a qash kjo të më thënë? Nuk është anër. Kjo është mirësia Allahut për ty. Prandaj ti duhesh me ja ditë vlerën haxhit, o i dashur haxhi, edhe e shtrenjt motër e haxhie. Ti duhesh me ja ditë vlerën haxhit. Ti nuk po shkon thjesht për një udhtim të rëndom, po i kemi hyp avionit dhe kemi shku në Arabi Saudite. Allah, Allah, Allah. Jo vra ti të shku në një univers tjetër, në një hapësin tjetër. A ka ma? Prit se ka prap. Allah. Thot, për çdo fije floku, do të shkruhet një e mirë. Dhe do të fshihet një gabim që ke ba. Allah. Nga momenti që ki dal nga shtëpia jote, ty veç se të shkruhen të mira, të fshihen gabime. Por e po sa gabime ke ba? Po, ne për çdo frym që marrim e japim mbaj gabime, o dashur. La ilaha illallah. Ora është duke të falë në të në format, është duke të mëshiru në të në format, është duke të dëshmu që është me ty edhe të dënë ty. Ti a jeme atë? Subhanahu wa ta'ala? Ti a jeme Allahun azza wa jall? Aja është duke të dëshmu që është me ty. Ti a je? A ka ma? Pritë se ka prapë. Allah. Qa ka ma? Thotë, ndërsa tawafi jot për rreth shtëpisë. Cili tawaf? Tawafi i ifadas, pra tawafi i fundit i haxhit. Thotë, ti fa innaka tatufu wala dhanba lak. Ti e bën atë tawaf dhe nuk ke më asnjë gjuna. Në momentin që ti ke ardhur nga dita e Arafatit, nga nata e Muzdalifes, nga dita e Kurban Bayramit, masi ke gjujt guralecët, atë ditën e Kurban Bayramit, kur ti të shkosh i pasur, i parfumosur, i qethun, i hekun flok shkret, dhe të hysh në qabën e madhnushme, ti tash i hyn si melek. Ti dhe melek jeni një, s'ka ma. Ti nuk ke ma asnjë gjuna aty. Allah, Allah. Ti tash i njësoj si melekët e Beti Ma'murit. Beti Ma'muri është qabja melekëve, në nalësit të qiellore. Ti në atë moment je njësoj si ata, dhe është një hapsin nuranite, ku lidhet toka me qiellin, edhe krijesa pa gjunahe në tokë, së bashku me krijesa pa gjunahe në qiell, sillen përreth tavafeve të dashnisë Allahut azza wa jall, dhe të gjithë thonë me zemër dhe me shpirt, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah, Allah. Ti e shijon këtë fjalë pikërisht në atë moment. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Wahdahu la sharika lah.
i vetëm, i pashoq. Ai e ka mbretërinë dhe pushtetin në dorë. Ore kush tjetër përveç Allahut mundet me t'i dhanë ty krejt këto tunë ti? Veç me një adhurim 1 ditor. 2 ditor, sa është ajo haxhi? 1 ditë është ajo. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ai është i plot fuqishëm për të bërë ç'të doj. Unë me hyrë në tavaf për rreth Shabes tashmë i pastër nga gjunahet, la dhembele, asnjë gabim, asnjë gjuna. Faqe e bardhë krejt. Po kujdes, se ka edhe një fjali edhe pas të cilës nuk ka ma vlerë as një fjalë. Thotë, jeti melekun, do të vi një melek, ti je në tavaf, do të vi një melek, dhe do të vendos dorën e ti në mes shpatullave tuaja. E ndjeve atë, a nuk e ndjeve ti dhe zemra jote, ti dhe çfarë ke konsumu ditën e Arafatit. Nëse ditën e Arafatit je i vëmendshëm dhe e shfrytëzon kohën si duhet, ti e nin atë dorën me shpatullat tuaja. Nëse jo, ajo është, dhe shpërblimi jot është garant. Thotë dhe meleku do të drejtohet duke të thënë: "I'mal fima yustaqbal faqad ghufira laka ma madha." Puno për atë që vjen, sepse ajo që ka kalu të është falë. Mos e kthe ma kokën pas. E kryve haxhin, e bane tawafin, dole nga tawafi, thuj Allahumma lakal hamd, unë tash i kam nisë një jetë të re. Dhe këtë jetën e re, si donë për me e nisë, kjo është në dorën tane. A do të qëndrosh në besën e haxhit, apo do rikthehesh në rutinën e para haxhit? Ti, edhe besimi jot, edhe zemra jote, edhe shpirti jot. Të dashtun dhe të shtrejt. Tema e haxhit është një temë që ka jo një fillim, po ka disa fillime, edhe nuk ka fund. Unë në fakt sapo kam sos një libër i cili është për ju, por unë ju kërkoj falje se nuk kam arrit për me e sosat e si duhet, edhe këtu ka një huri dhe detaje pa fund për çdo hap që ju hidhni në ato vende të shejta, por inshallah taala nëse Allah azza wa jall me marrësi dhe bekim për ta botuar atë dhe për të kenë në durë tuaja kurdo qoftë, ai ngelet një botim shpresoj me vlerë për haxhilerët, edhe për ata që kthehen nga haxhi sepse kanë nostalgjinë dhe mund të gjejnë gjëra që mund t'i kenë pa, mund t'i kenë dëshmu, e mund të gjejnë diçka tjetër që nuk e kanë pa, nuk e kanë dëshmu dhe bëhet shkak që ai më kërku me rishku atje, qoftë për një umre. Allah azza wa jall ju aletsoft, ju abaf mar. Të shkoni me faqe të bardhë, shkoni me krenari legjitime se po shkoni drejt më të mirit adhurim e drejt më të mirave vende. Edhe po shkoni drejt dashnisë Allahut azza wa jall, e më pas shkoni tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe kjo meriton një seancë me vete. I lutem Allahut azza wa jall të keni marrësi edhe të keni bekim, edhe t'ju letësoj rrugtimin tuaj. Walhamdulillahi rabbil alamin.